Vrasja tronditëse e gjyqtarit të gjykatës së apelit Astrid Kalaja ka marrë një kthes të rëndësishme pasi autori dyshuar Ervis Shkëmbi ka pranuar përpara hetuesve se kreu krimin për shkak të një çështje pronësie që po humbiste në gjykatë. Ngjarja ndodhi pas ditën e sotme brenda ambienteve të gjykatës së apelit në Tiranë, ku Shkëmbi 30 vjeç ka hyrë i armatosur në sallën e gjyqit e ka qelluar mbi gjyqtarin Kalaja, i cili është duke shqyrtuar një proces gjyqësor për pronën e pretenduar nga familja e autorit. Gjyqtari ndërroi jetë në vend si pasojë plagëve të marra. Të plagosur mbeten edhe 2 persona të tjerë, Babebi Rakip dhe Ervis Kurtaj, të cilët ndodhen në spitalin e traumës dhe janë jashtë rrezikut për jetën. Sipas burimeve nga policia, autori është arrestuar menjëherë në vrëngjarje dhe arma e përdorur është sekuestruar. Megjithatë, mbetet e paqartë se si autori ka mundur të hyjë armatosur në një institucion të sigurisë së lartë, ku në hyrje ndodhen detektor metalik dhe kontroll sigurie. Sipas dëshmive të mëparshme publike, konflikti për pronën mes familjes Shkëmbi dhe palës tjetër kishte nisur vite më parë. Në zonën e Shkodrës, babai i autorit, Gjon Shkëmbi, pretendoi se prona i ishte uzurpuar dhe rasti kishte kaluar në disa shkallë të sistemit gjyqësor. Në gjykatën e shkallës së parë, familja Shkëmbi kishte fituar, por gjykata e apelit, ku procesi po shqyrtoi sërish nga Astrid Kalaja, e kishte kthyer çështjen për rigjykim për shkak të mungesës së disa dokumenteve në dosje. Ervis Shkëmbi kishte denoncuar më parë rastin dhe në një emision investigativ, duke akuzuar për zhvatje dhe manipulime nga pala tjetër. Gjyqi i së hënës besohet të ketë qenë vendimtar për çështjen, çka sipas autoriteteve mund të ketë shërbyer si motiv për aktin ekstrem të dhunës. Prokuroria ka nisur një hetim të filluar për ngjarjen, përfshirë verifikimet e masave të sigurisë në gjykatë, si dhe rolin e personave të tjerë të pranishëm në sallë.